Themi që të ka kërku, po si pra më ka kërku si Aroni tamam, qa ka shkruaj, qa ka thonë. Ju s'dini të shkruani, qa ka thonë, kështu, qa ka përmend emrin tim, ka thënë Marinela. Qa ka thënë Marinela Ysa Renea? Ka pa atë videon të thuet pikallë që kam thënë për Rene. Do numrin tënd të kontaktit, po si ka thënë që do numrin tim të kontaktit, si ka thënë? Kërkoj numrin e Marinela Ysës. S'po më kthem përgjigje as mami. Mami! Olinda! As do më bëj me dhimbje koke. Isha mirë. Po pra dhe ka shkruajt emrin poshtë Marinela Ysa. Renea ka shkruajt emrin tim Marinela Ysa. Ku te Instagrami vetë, seriozisht e keni ju? Nuk e besoj ta këtë bërë këtë gabim. Linda! Hajde i sekund! Të lutem asil 2 sekonda telefonin e babit se më të shmëndën dua të kontrolloj një gjë që është postuar. Ma jep 1 sekond telefoni se ta jap unë për sëri. Ja do të asil unë Elena. Thank you zemër, edhe bidonin tim të ujit. E që ati e të kokë. Ma so dhe bidonin, mirë shpirt. Ma e pise ton telefonin, ajde pi kafen ti. Jo, merë e pije këtë kafen e mirë. Dalë në kamera, një ku. Jo, nuk del në kamera, ma jep. Ti merë këtë kafen e mirë, se dua unë, se s'pi më kafe, dhe ullu atje se këtu dukesh. Ku dukesh? Ullu të karigja atje. Totalin mbythur me mua, po gjithsesi nuk ka problem. Kush? Këto të TikTok. Gjesti. Mori që ka bë viral kjo e video e Renes. Në TikTok Rene nuk ka postu për mu. Këtu jeni djeg në TikTok. Te podcasti Renea kishte nxjerr stresin në TikTok. Jo, këtu në Instagram nuk e dia kam të hapur Instagram. Po të ketë këtu ke ky telefon në Instagram, do ta shikojmë. Nuk ka Instagram. Tu s'ka Instagram. Leshi preshi. Elena do të bëj vetëm një pyetje, një pyetje ko. Nuk e di nëse Dëgjon me. Prit 1 sekond mami. Komentu, do t'ju dhies racën në qoftë se keni komentuar një gjë të keqe për mua. Je kërkuar thot. Detyrimi i vetëm familjar në këtë orë është me bë kakën në 4:45 se s'ke çfarë. Ta prit komentet se po e hap për komentet tash. Ka pa videon time, po ti e ke kriju gjithë këto, ti thuhet pikal. Tina i ke kriju gjithë të shohun, se të kam thënë ti që ki kujdes me postimet. Bravo për zotin, thot. Ha, mere, thot. Pse se je larg se gjendo Tirana nuk është në New York. Ja se i shkruaj unë tani, thot thuhet pikal. I pas ka shkruajt i shkruaj unë tani se do të kthej ti përgjigje unë. Është një faqe, thuhet pikal nga që fut videot e mia, po sikur është menaxherja ime, kupton? Thot ja se do t'i them unë tani. Ha, ta ktheva përgjigjet ti unë. Prit vetë që ka shoj ma, sa kanë gjesh njerëzit që më kanë bë tag mua. Wow, qa fame do marri kjo ta. E kam unë për qa e doj, thot një. Pse do e rash, i thonë? Prit, gojore në qanti zemër. Wow, qa i shkruni kështu? Trans, i thonë. Na e ule rakun. Wow, qa i shkrujnë? Zdo të flasim me ty, i them që e kërkon se beson ajo. Shi këto komentuzit këtu. E kenë tani në live në TikTok, shi këto, spionat e verit gjithë që më ka thënë mu këtu. Po pas keni qenë spionat rrezikshëm, ja dhjef sharacën. Pas keni qenë, merë spion lishe këtu, qoane i në për komente. Merë ane, sil këtej. Marin lek, Elena. Ja, gjithë më pas kanë bërë tag. Sa kujton ti? Do të thush ti sikur më njofin. Më kanë bërë gjithë tag. Sikur më njofin mu, personalisht ja unë e njoh, po i bëj tag, do më thënë. Doni që të njifni mu, Renea, njoje Linda, njoje. Njoje pak. Është goca aktores, e kërkon numrin tim publikisht. Po kush është kjo me Elena? Goca aktores, Renea.
Po kush aktore dhe... Kafja, i ktheva kurrizin. Unë s'flas më asnjë, vetëm atë që më bën kafen te furra bukës. Se gjenë Amerika, to, vetë del numër gjenë Amerikë. Pagon 200.000 lekë, me 200.000. Vetëm me adhan ato të Vodafonit. Me i thënë që më jep 200 euro si jam numër e Marinetës. Jo, po s'kan të drejtë ato ta japin. Se japin ato për lekë. Edhe me miliarda nuk e Po. Sepse marrin të dhena. O diva holandeze. Si tati trapin me mua. Keni fillu po përmeni emrin tim, po tallni trapin me mua, se ajo tregon Darku, po prisni dhe i çik pris. Lena, kush aktore është ajo Renea? Tash Renea është goca e aktores që ka qenë që në kohën e Enverit. Se, nuk jam marrë. Është kushurira, është mbesa e Elton Ilirianit. Mbesa? Po. Se kam thënë unë që do shkoj te podcasti Renes. Po. Më pyetën mu do shkoj te podcast. Vajza e Julit me. Vajza e Julit që është shumë moderne, po. Julia Iliriani, po. Julia Iliriani është Juliana, po. Juliana. Gzim ti e jo janë Farukja. Prita gjëjmë dhe jërë qa ka thonë. Oj, që në këtë person në kërkim. Ja, mu po themoj jam kërkim, po themoj. Jam në kërkim. Që në këtë person në kërkim. Më din të vdekur. Në kërkim të e. Ja, për shembull kjo e di ka që jam gjallë tani. Kjo e ka marrë vesh që jam gjallë dhe po më kërkon tashi. O, nga që ka marrëveshje gjallë. Kjo ka marrë vesh që jam gjallë dhe po më kërkon tashi se beson, ka thënë është gjallë apo ka vdek, po ta kërkoj mirë publikisht do dali. Se ku më djegin mua ato këtu, unë këtu. Fiksimi kush e dim lej 100 vetat që do ajt më lej këtu edhe. Do të marrim peng, thot, dhe do të dhjesin në goj, thot. Mu dhe me më marrë peng, nuk më dhjesin do të në goj. Që ta dini sa për informacion. Sepse unë e bëj atë që më merë peng, që të ma marrja i në goj. Aq manipulatore jam. E, po s'po gënje kanë këto ishi, janë 160 veta, u thash se po talleshin me mu. Po pas ka bo me vërtet video ajo. Sa mirë që ta kërkova telefonin, se po isha ajo këto. Kishin një orë që më shkrunin të kërkon Rene. E kupton? Gjoni, tani të them një gjë, të do për podcast, sepse ka parë thuet mirë, e kuptova. Dëgjoj, Renea është një vajzë që unë e kam parë tek një video duke pirë cigare, dhe unë nga që jam stil gangstere vet, kam qenë gjithë jetën time gangstere, kam nejt me kriminela, dhe kam qenë pak si kriminele, më pëlqeu ajo, video i kam bërë like dhe i kam bërë gjithmonë komente Renes, nuk e kam paragjykuar asnjëherë për atë që ajo poston. Themi realitetin, po ka pas një video që ja ka fut fare, kot fare, dhe mund edhe t'i kem bërë një koment që duhet të edukohesh kështu ose duhet të edukohesh kështu. Jam munduar ta edukoj nëpërmjet komenteve sepse kam menduar se mund t'i lexoj komentet edhe këtej po andej. Pra domethënë i kam dashur të mirën. Si të gjithë vajzave shqiptare, ajo që dua të them unë është që Renea ka bërë një postim kërkoj Marinelën publikisht. Më ka bërë qendër vëmendje, duke qenë që unë më kap atak paniku nga fama. Momentalisht jam me atak paniku, që ta dini gjithë, se unë vuaj nga frika e të qenurit qendër vëmendje. Mua nëse më çoni në një lokal dhe futem aty dhe gjithë kthejnë kur më shohin mua më kap ankthi. Pra ne unë s'dal në për lokale nate, nuk dal me asnjë lloj vendi, vetëm çifem kur dal. Du t'jem sa më shumë e fshehur, prandaj dhe nuk e kam dash famën. Sepse unë nuk jam njëri që e përballoj dot famën. Tash momentalisht më ka fut një atak paniku që shqyr kam vënë maskën që s'kuptohet. Se do më shikoni faqet të kuqe, shumë siklet. Unë vuaj nga fobia e të qenurit qendër vëmendje. Nuk di çfarë të them për këtë video që ka bërë Nea, më ka pataksur, më ka bërë qendër vëmendje. E di që më kërkon. Tashi, ti vun nga mungesa e trurit, zot e risa që ra shitje. Unë nuk vuj nga mungesa e trurit, oj goc. Ti punon me qera dhe me shitje, takon lloj burrit ka dal turpi, unë me taku i burr mu më skuqen faqet me bë muhabet. Oj goc, e je pregatit me ti, pranet kam fute shitje ty, pse s'më fusin mu të shitjet? Je rrafme me jetën ti, po unë vetëm me gra kam punu gjithë jetën. Apo ja ke dal veti që
shet pronash, jep me qëra prona e më bën pordh mua ti. Unë ti je me mungesë të trurit ty. Unë ti isha si puna jote merresha dhe unë me shit blerje takoj. Kam karakterin tim unë që vjem siklet, po t'jem qëndër vëmendje. Nuk po them që ka për gabim, por më ka vënë në siklet. Më ka bërë qëndër vëmendje, apo se ndjek gjithë Shqipëria Renen aty. Renen e ndjekin gjithë, është qëndër vëmendje. Kurioze? Tani unë jam shumë kurioze. Si do më gjej? Jo, unë jam kurioze si do më gjej tashi. Prit, se show must go on. Tashi, si do më gjej jam shumë kurioze. Po mira këti numrit, halal i qoftë, ka lidhjet forta. Po mira numri tim telefonit këtu, Renea ka lidhje shumë të forta. Po nuk ma gjeti numrin, unë nuk i shkruaj që ta dini. Edhe të vi live këtu nuk e fus. Po duhet të gjej numrin ose të vit më gjej mu të lagja ime këtu. Po tjetë gango, të vit aty të lokali ku pi kafe në mëngjes, të vit më gjej. Një njeri që do të gjej nuk bën këtë lloj postimi. Por, vjen dhe të gjen, këtu mu mjofin gjithë gocat e showbizit, se i kam lagje. Se si thonë ato, Megi po janë lagje e kam unë, se njef Megin ajo, i thot Megi e kam unë të lagja këtu, ke kafja, pi kafen. Gjithë gocat e showbizit më shofin mu të këtu. E din ku jetoj unë. Jo. Rene, qa ke bërë moj Rene? Moj Rene, më ka bërë qëndër vëmendje. Ua, 1602 veta më i kanë bërë like, moj. Je zënë që jo, nuk jam zënë. Thot. Unë do t'i shkruaj koment aty në shtëpi, do t'i Po pra po më kërkoka tash ju erdhët ju gjithë juve. Doni vëmendje, ju doni audiencë, doni famë ju. Gjithë këto. Direkte, të kërkon me një të kërkon duni thashe theme ju që dalun aty të Renea që tallen ju me mu me komente. Se s'keni me qashtu një ditën. Mjepni në i lek ju mu. Që dalun aty na për intervista. Apo doni s'keni me qashtu ditën ju e doni t'ju bëjun me qesh. Se keni qeni qik si rob të vdekëm, si u bënte njëri me qesh, që dola unë. Që u bëra me qesh. E kupton Linda sa interesat gjithë që janë. Qa lloj popull interesat gjithë që jemi. Të gjithë këto që më ndjekin mu këtu janë interesat gjithë. Dun të dalun me në një intervist që të bëjnë komentat, të bëjnë kështu. Jemi këtu veç me pa komentet. Sa lek do me dal në intervist. As i lek do pa lek dal në intervistu. E po rrin shpi hamut pra, thot. Shko pra. Goca që të bërja të... Ja se do t'i shkruaj Renes, do t'i shkruaj. Ajo goca që të bërja të komplimentin që parë, ajo... Do t'i bëj follow Renes. Pak për para Elena. Po pra, vetë do shkoj. Po pra, po do t'i bëj follow tani janë 150 veta, po e fik po i bëj follow. Për Seder, se më ka kërku. Hajdeni pra për 1 minutë.